Si vjetë të vrej shumë, se çmimet e shtrajta dhe s'dalë shumë më. Trendi i rritjes së çmimeve të produkteve bazë po vazhdon. Së fundmi, qytetarët 30 kokra ves po i blejnë për 6 euro. Veç tyre edhe perimet e frutat janë shtrenjtuar. Domati të është 3 euro, speci është pa djegësi 3 euro, djegësi është 3 euro, trangut jenë pak ma lirë që apo vinë për Shqipënie. Veç produkteve ushqimore më shtrenjt tashitën po ashtu artikujt e duhanit si dhe tekstili. Tregtarët kërkojnë ndihmën e institucioneve, megjithatë se shitja u ka rënë dukshëm. Në hyp të rrymanit i hypin me një herë i vezlojnë. Hyp nafta me një herë i hypin çmimet. Ka 50 euro në paket. Ka në rregull kjo. Kësaj kuleta e qytetarit është rënduar shumë. Problemi është se me një rrogë nuk mundesh me dalë në krye. Në muajin mars, inflacioni ka arritur në 6.7% sipas Agjencisë së Statistikave, derisa ishte 6% një muaj më herët. Në krahasim me një vit më parë, prej produkteve ushqimore më së shumti u shtrenjtuan pemët me 13.1%, mishi 12.4% e kafja 7.8%.